S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Sot kemi kënaqësinë që të kemi në mesin ton një pastor të huaj. Ai ka ardhur me një skuadër shumë të madhe. Janë prej disa javësh që po shërbejnë në Durrës, kështu që dua të ftoj Pastor Andrew. Please join me. Edhe do alatë të flas më shumë për veten e vet. Shall I use this one? Awesome. Welcome and thank you for being with us. Yeah, thank you so much for having me tonight. Faleminderit shumë që më keni ftuar sot. It is so good to be in Tirana. Është kaq mirë të jem në Tiranë. I brought a couple of friends with me tonight. This is Josh and Logan. Kam sjell dy miqtë e mi, Joshin dhe Logan me mua. And before I share tonight, well, open up your Bibles to Psalm 1. Përpara se të ndaj me ju, dua të ftoj të hapim Bibla tek Psalmi 1. Do you bring your Bibles to church in Tirana? A i sillni Biblat në kish në Tiranë? Yes, we do. We have them on our phone. Good. O Altin, pse thua jo ti Altin? Mos Open na to Psalm 1. You're going to need it as we look at the Word of God tonight. Teksa shohim fjalën e Zotit sot, dua të filloj me Psalmin 1, I want to share a little bit with you about myself as we get started. por dua të ndaj pak për veten time përpara se të fillojmë. My name is Andrew. Emri im është Andrew. Yeah, there's my name. It's all right there, very big. And my family, I have a wife with 3 children. Kam një grua dhe 3 fëmijë. Tha. My family and I are in Durrës for 6 weeks. Familja ime është në Durrës për 6 javë. I pastor a church in Indiana, Drejtoj një kish në Indiana. and we are hosting 3 teams from my church while we are here for those 6 weeks. Dhe do mirpresim 3 skuadra nga kisha ime për këto 6 javët që jemi këtu. Our heart is to be included in what Jesus is doing in Albania, Zemra jonë është që të përfshihemi në atë që Jezusi po bën në Shqipëri. because we believe Jesus is moving in Albania. Sepse besojmë që Jezusi po lëviz në Shqipëri. Amen, somebody. Amen. Do thot ndonjëri amen. Jesus is moving in Albania. Do shkriftohemi çik sot. I know that Jezusi po lëviz në Shqipëri. On the news, the world is beginning to see that there are protests in Albania. Në lajme gjithë bota ka filluar të shikojë dhe është gjithë syt nga ne. Many people hearing that around the world probably don't even know where Albania is. Shumë njerëz që dëgjojnë nëpër botë mbas akoma nuk e kanë idenë se ku është Shqipëria, But whether everybody knows it or not, por e njeh apo se njeh dikush, the most important thing to know about Albania gjëja më e rëndësishme për të ditur për Shqipërinë is that God is on the move. është që Perëndia po lëviz. Jesus is building his church in Albania. Jezusi po ndërton kishën e tij në Shqipëri. Jesus will receive the reward of his suffering from Albania. Jesus will Will receive. receive the reward of his Jezusi suffering. do të marrë shpërblimin e vuajtjes së tij për Shqipërinë, sakrificës së He tij. died for you. He died for the people Ai of vdiq Albania. për ju, ai vdiq për kombin tuaj. He is the king of all the nations today. Ai është mbreti I gjithë kombeve sot. Whatever anybody might think of your prime minister, Jesus is the ruler of kings on Nuk ka earth. rëndësi çfarë njerëzit mendojnë për kryeministrin tuaj, është Jezusi ai që mbretëron. Amen. Amen. Okay, before we get to Psalm chapter 1, the German couple, y'all are at the back, right? Hello. Para se të fillojmë me Psalmin 1, përshëndet Timonin dhe Thank you for Klarisën. sharing. Faleminderit shumë që ndat me ne u thot. You are leaving for Germany tonight to go back. Okay, wow. Ata do të largohen Yeah. sot thot. I'm sad that I don't get to know you better than this. Jam shumë I trishtuar që nuk ju kam njohur. Then they have to come back. Yeah, you have to come back or just come to Within Indiana. these 6 weeks. Po I them duhet të kthehen brenda këtyre 6 javëve prap. Perfect. U If it would kënaqem be, me- okay, it's my understanding they've been serving your church for a few weeks? Yes, Okay. for 1 month. For 4 weeks. So since they've been serving you, would it be okay if I took one moment to share something with them that I believe is from the Lord? Me qenë se ata kanë shërbyer tek ju për një muaj, unë dua të ndaj një gjë për ata që besoj që Zoti e ka për ata nëse s'u vjen keq. Can we take a moment to bless them as they Mund të blessed marrim një you? moment t'i bekojmë ata teksa ju kanë bekuar juve në javët e kaluara. I don't know Yes. your names, Timon and Clarissa, but as you were sharing, I just Nuk I sensed the di Lord emra, saying po. something very simple. por besoj që ndërsa po ndani Zoti më dha një fjalë shumë të thjeshtë. From your time here over these last 4 weeks, Nga koha juaj këto 4 javë të kaluara, I sensed the Lord saying he's marking your hearts.
unë ndjeva që Zoti po thotë që ai ka shenjuar zemrat tuaja with the eternal truth, me të vërtetën e përjetshme, simply this: kaq thjesht. God is able. Zoti është i aftë. God Mundet. can do Zoti it. God mundet. is able. It's like He has stamped it on your hearts in these 4 weeks. Ai I ka vullosur zemrat tuaja këto 4 javë, ai mundet ta bëj. It sounds like you had no idea what you were doing when you came here 4 weeks ago. Duket sikur se kishit idenë se çfarë po bënit 4 javë më parë. And so I know there have been challenges that were expected and unexpected. Edhe kuptova që ka pas sfida që ca I prisnit, ca nuk I prisnit, And you've seen God be enough. edhe keni parë që Zoti mjafton. Over the rest of your life, Për pjesën tjetër të jetës suaj, you will face new and bigger challenges than you have faced over the last 4 weeks. do hasni sfida më të mëdha dhe më të vështira se këto të 4 javëve të kaluara, But the lesson you've learned in the small things will translate to the big things. por mësimi që morët në këto sfidat e vogla do të transferohet dhe do t'ju vlej edhe në sfidat e mëdha. And the lesson is this: Dhe mësimi është ky. God is able. Perëndia mundet. God is able. Perëndia God mundet. is able. Perëndia mundet. So if anybody asks you, why did you go to Albania? Kështu që nëse dikush ju pyet I thot pse shkuat në Shqipëri, One of the things I want you to hear from the Lord, I believe, një nga gjërat që dua të dëgjosh nga Perëndia, besoj unë, is so that you could get stamped for the rest of your life that God is able. është që të merrni këtë vulën për gjithë pjesën tjetër të jetës suaj. Perëndia mundet. Amen. Thank you so much for blessing them. Amen. Okay, so we're going to read out of Psalm 1 tonight. Do të lexojmë Psalmin 1 bashkë sot. Got to set my watch so I don't talk too long. I pas kanë vënë afat. You started a series on Psalms last week? Javën e kaluar filluam me serinë e psalmeve. Yes, okay, good, good. As you can tell, I like to get some feedback while I'm preaching, so Ndërkohë që unë predikoj dua të marr çik feedback, të bisedojmë. Ndaj dhe unë do I somebody kthej shout out to me, përgjigje. what psalm did you hear from last week? Kush e mban mend për kë psalm folëm javën e kaluar? 22. 22. Okay, 22. Perfect. I thought you were saying 2 and I was going to say, dang, that's my other favorite one. Mendova që thatë psalmi 2 dhe thash, pa ai është psalmi tjetër im I preferuar. All right, so the book of Psalms is a collection of about 150 songs. Libri I psalmeve është një koleksion I rreth 150 këngëve, They were written by lots of different people that followed God, janë shkruar nga njerëz të ndryshëm që ndjekin Perëndin and they were written over the course of about 1,000 years. dhe janë shkruar në një har kohor prej 1000 vitesh. For us in our world and our time, Për ne në këtë kohë songs are popular for a few weeks or maybe a few months. këngët janë hite për pak javë, ndoshta edhe pak muaj. But these songs have lasted thousands of years. Por këto këngë kanë zgjatur me mijëra vjet. They have lasted through the millennia. Ato They've kanë lasted for zgjatur, thousands of years kanë zgjatur për mijëra vite because they capture the human soul për shkak se kapin atë gjendjen e shpirtit të njeriut, and they capture the heart of God. por edhe zemrën e Perëndis. No matter who you are, Nuk ka rëndësi se kush je ti. no matter what you're going through, Nuk ka rëndësi se çfarë po no matter where kalon. you come from, Nuk ka rëndësi se nga vjen. and no matter what you most honestly want to say, Edhe nuk ka rëndësi se çfarë është ajo gjëja që do të thuash më troç. no matter what you most honestly feel inside, Nuk ka rëndësi çfarë vërtet I ndjen brenda vetes. God meets you in the Psalms. Perëndia të takon ty në psalmet. He meets you and He teaches you how to pray. Ai të mëson ty se si të takon dhe të mëson se si të lutesh. In the Psalms, Tek psalmet. you are invited to pray. You are invited to pray Tek psalmet ti je I ftuar të lutesh, and find that God hears you. edhe të shohësh se Perëndia të dëgjon. You are invited to cry Ti je të bëhet ftesë të qash, and find that God hears you. edhe të zbulosh që Perëndia të dëgjon. You are invited to question Je I ftuar të bësh pyetje and find that God hears you. dhe të zbulosh që Perëndia të dëgjon. In the Psalms, Në psalme you are invited to search for God
Ti je i ftuar të kërkosh për and Perëndin find dhe të zbulosh that He is already near you. që ai është tashmë afër teje. So with that hope and expectation, Me këtë shpresë dhe me këto pritshmëri, let us read Psalm 1 tonight. le të lexojmë sonte Psalmin 1. Back home in Indiana, we stand to read the Bible, so I invite you to stand as we read the Word of God. Në Indiana ne qëndrojmë në këmbë, ne ngrihemi në këmbë kur lexojmë shkrimin, kështu që dua t'ju ftoj të çohemi në këmbë. So I'll read the 6 verses and then you can read them. Okej. Perfect. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës së të pabesve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit, por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Ai do të jetë si një pemë mbjell gjatë brigjeve të ujit që jep frytin e tij në stinën e tij, dhe të cili gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Të tillë nuk janë të pabesët, janë si byku që era e shpërndan. Prandaj të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, as mëkatarët në kuvendin e të drejtëve, sepse Zoti njeh rrugët e të drejtëve, por rruga e të pabesëve të çon në shkatërrim. Let's pray. Le të lutemi. Jesus, we love you. Jezus, të duam. We thank you for your promise to be here tonight with us as we gather in your name. Të falenderojmë për premtimin që je me ne këtu teksa mblidhemi në emrin tënd. As we turn to your word, Teksa kthehemi tek fjala jote, we are ready jemi gati to hear your voice and to see your face. të dëgjojmë zërin tënd dhe të shohim fytyrën tënde. We ask that you speak to us tonight. Të kërkojmë që të na flasësh sonte. We ask that you train us and teach us tonight. Të kërkojmë që të na përgatisësh edhe mësosh sot. We ask that you encourage and correct us tonight. Lutemi që do të na korrigjosh edhe bindesh sot By the power of the Holy Spirit. me fuqinë e frymës së shenjtë. In Jesus' name. Në emrin e Jezusit. Amen. 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 You can be Amen. seated. All of us want to be blessed. Të gjithë duam të bekohemi. All of us want to prosper. Të gjithë duam që të kemi prosperitet. We are mbarësi. all, I'm sorry. No, sorry. We are all being told different things about how to be blessed. Na janë mësuar gjëra të ndryshme. We are taught different things how to... Yeah, people are telling us different ways to be blessed. Njerëzit na thonë mënyra të ndryshme se si mund të bekohemi. The world that you are living in Bota se ku jetojmë tells you that money will make you blessed. të thotë që parat të bekojnë. The world you are living in tells you that fame will make you blessed. Bota ku jetojmë të thonë që fama të bekon. The world that you are living in tells you that comfort is the sign of blessing. Bota ku jetojmë na thotë që rehati është bekim. You are hearing these things all day in many ways. Ti dëgjon këto gjëra për ditë në mënyra shumë të ndryshme. In my few weeks of being here in Albania, Un kam disa javë që kam qenë këtu në different Shqipëri tani. Albanians have told me many things that will lead to the blessed life. Shqiptarë të ndryshëm kanë thënë mua gjëra të ndryshme që të çojnë, që bekojnë jetën e tyre. I have had Albanians tell me that the happy life is not found in religion, Un kam dëgjuar shqiptarë që më thonë që një jetë e lumtur gjendet në fe, but that the happy life is found in Albania itself. por që nuk gjendet në besim, por gjendet në vetë Shqipërinë. I have been told that the blessed life is not found in Christ. Mua më kanë thënë që bekimi nuk është në Krishtin. I have been told that the blessed life is simply found in respecting all religions as true together. Kam dëgjuar që në fakt bekimi qëndron në harmoninë, atë që quajmë harmoni fetare, të respektojmë çdo fe. There are so many voices in your life
Ka kaq shumë zëra në jetën tënde trying to teach you what is the blessed life. që po përpiqen të mësojnë ty çfarë është një jetë e bekuar. In Psalm 1, Tek Psalmi 1, right at the beginning of the book of Psalms, që në fillim të librit të psalmeve, the voice of God speaks through the crowd zëri i Perëndis flet qartë dhe lart and he guides us. dhe ai na drejton ne. The Bible tells us, blessed is the man Bibla na thot, i bekuar ose lum njeriu who walks not in the counsel of the wicked. që nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. I bekuar është ai që nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve. In the ways of the world, Në metodat e botës, rrugët e botës, the road that leads to blessing rruga që të çon në bekime is often paved by lying, cheating, and stealing. është e shtruar shpesh me gënjeshtra, me mashtrime, me vjedhje. In the wickedness of the world, you are counseled to look out only for yourself. Në ligësinë e botës, ti këshillohesh që të shikosh vetëm atë interesin tënd. Wickedness counsels you to serve only yourself. Ligësia të këshillon që ti shërbesh vetëm interesit tënd. Wickedness counsels you to think only of yourself. Ligësia të këshillon që të mendosh vetëm për interesin tënd. The world you're living in tells you Bota në cilën ti jeton të thot ty that it doesn't matter who you have to bring down që nuk ka rëndësi se kë duhet të ulësh poshtë. as long as you end up on top. Për sa kohë ti shkon në maj. But God says in Psalm 1, Por Perëndia tek Psalmi 1 thot, no, jo, nuk this është, is not the way to blessing. nuk është kjo rruga për në bekime. God continues, blessed is the man who does not stand in the way of sinners. Edhe Perëndia vazhdon duke thënë që ai bekon njeriu që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve. The world is promising you that you will be blessed Bota të premton ty që ti në fakt do jesh i bekuar, if you will just stand with what is popular and easy. nëse qëndron me atë që është e famshme, e njohur dhe e lehtë. Speaking of the protests, Edhe nëse i kthehemi protestës, you are being told what you should stand for. juve po ju thuhet se për çfarë duhet të qëndroni, You should të stand- protestoni. You should stand for this cause. Duhet të ngrihesh për këtë çështje, You should stand for this politician. apo për këtë politikan, You should stand for this policy. apo për këtë ligj ose këtë politik. Po jo politik partie, po më shumë për këtë metodë. In in cultural moments like this, Në momente të tilla kulturore, you feel the pressure. ti ndjen atë presionin. What do you stand for? Po ti për ça ngrihesh, për ça qëndron fort. And God calls your eyes higher. Edhe Perëndia po të thërret ti ngresh syt më lart. Do not get too committed to what you are called to stand for in your life. Mos u përkushto shumë për gjërat që qëndrojnë në jetën tënde personale. Be careful Kujdes, not to stand in the way of sinners. të mos qëndrosh në rrugën e mëkatarëve. Governments make sinful laws and encourage you to accept them. Qeverit marrin vendime të liga dhe të inkurajojnë që ti pranosh e ti mbështetësh. Friends make sinful decisions and they encourage you to agree with them. Miqt marrin vendime mëkatare dhe të inkurajojnë ty që ti mbështetësh ato se të bashkosh. Our culture accepts sinful ways and tells you not to speak out against them. Kultura jon e përqafon stilin mëkatar dhe të inkurajon edhe ty që të bashkosh. But God says no. Por Perëndia thot jo, Standing with these sinful things is not the way to blessing. të qëndrosh e të ndalesh në rrugën e mëkatarëve nuk është rruga drejt bekimeve. As we continue to look towards God's direction, Teksa vazhdojmë të shohim drejt drejtimit nga Perëndia, to get his leadership about where is the blessed life, për të marrë drejtimin e tij se ku qëndron
bekimi I jetës. He tells us it is not found sitting in the seat of scoffers. A I thot që nuk qëndron në të njëjtin vend me tallësit. Again, this is different than the world that we live in. Prap, kjo është shumë ndryshe nga bota ku ne jetojmë. The world that we are living in celebrates the scoffers. Bota ku ne jetojmë në fakt I feston tallësit. Oh, have you Duart roket. noticed? Have you noticed how people like to listen? A I keni vënë re se si njerëzve ju pëlqen që të dëgjojnë, People like to listen to other people complain. të dëgjojnë të tjerët kur ankohen. They love to listen to other people gossip. Ngordhin të dëgjojnë thashëthemet e të They tjerëve. love to listen to other people judge. Vdesin të dëgjojnë gjykimet e të tjerëve, paragjykimet. They love to listen to other people whine. Kanë qef të shohin se si qahen të tjerët. Have you noticed how easy it is E keni vënë re se sa e lehtë është to get popular të bëhesh I famshëm by complaining about other people? duke u ankuar për njerëzit e tjerë, të bëhesh popullor I pëlqyeshëm. Our world loves a good scoffer. Bota jon e ka qef një tallës. They're the most popular voices on TV and on the internet. Janë ato zërat e famshme në televizione apo internet, And they are encouraging you all the time, join us in our complaining. edhe sikur t'i inkurajojnë gjithkohon na u bashko me ne për t'u tallur dhe për t'u ankuar. But God says, no, this is not the way to blessing. Por Perëndia thotë jo, nuk është kjo mënyra për t'u bekuar. God says, blessed is the man Perëndia thotë, I bekuar është njeriu whose delight që gjen kënaqësinë e tij is in the law of the Lord. në ligjin e Zotit, And on his law he meditates day and night. dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. I love the language there, whose delight is in the law of the Lord. Më pëlqen shumë termi që është përdorur aty. Gjuha e përdorur gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit. We go to the beach because it is our delight to be there. Ne shkojmë në plazh sepse është kënaqësi të jesh aty. We eat good food because it's our delight to be full. Ham ushqim të mirë sepse gjejmë kënaqësi. We laugh at our friends' jokes because it's our delight to enjoy life. Ne qeshim me shakat e shokëve tanë sepse është kënaqësi e madhe ta shijosh jetën. We kiss our children's cheeks because it's our delight to adore them. Ne u shkulim faqet fëmijëve sepse gjejmë kënaqësi kur I adhurojmë ata. The blessed man meditates on the law of the Lord day and night Njeriu I bekuar mendon mbi ligjin e tij thellë because ditë e it natë. because it is his delight to be instructed by the Lord. Sepse është kënaqësia e tij të drejtohet nga Perëndia. Oh, do you have a heart that takes delight in the instruction of the Lord? A ke një zemër që gjen kënaqësi kur Perëndia po e udhëzon? Oh, the blessed man. Ky është një njeri I bekuar. He talks about the word of God. Ai flet për fjalën He e thinks Perëndisë. about the word of Ai God. mendon për fjalën He e Perëndisë. considers the word of God. Ai e konsideron në çdo gjë që bën And he fjalën e Perëndisë. follows the word of God. Dhe ndjek fjalën e Perëndisë. Not because he is told to do it, Jo sepse I është thënë që ta bëj. not because his pastor forced him to do it, Jo sepse e detyroi pastori, but because it is his delight to do it. po sepse gjen kënaqësinë në të. He likes the counsel of God over the counsel of the wicked. Ai preferon këshillën e Perëndisë krahasuar me këshillën e të ligjve, The mëkatarëve. blessed man, Njeriu I bekuar, he likes the righteous way over the way of sinners. ai preferon rrugët e drejta krahasuar me ato të pabezve. It is the blessed man Ai është njeri I bekuar, who likes to sit with the faithful more than sitting with the scoffers. ai është ai që preferon të ulet me njerëzit besnik krahasuar me tallësit. That is the heart of the blessed man. Kjo është zemra e njeriu të bekuar. That's what he looks like. That's what he acts like. Kështu duket ai, kështu sillet ai. So the question is, of course, Dhe sigurisht pyetja është, what about you? po ti, What do you like?
Çfarë të pëlqen ty? Ku What gjen do ti you take kënaqësi? delight in? Ku gjen ti kënaqësi? Whose counsel? Në këshillën e kujt? Whose rules? Rregullat e Whose kujt? expectations? Pritshmëritë e kujt të Whose kënaqin? voice Zëri i kujt të do kënaq? you delight in the most? Të kënaq ty më shumë se çdo gjë tjetër. When we read the Word of God, we have to let it search our hearts. Kur ne lexojmë fjalën e Perëndis, duhet ta lejojmë që të hetojë zemrat tona. The Word of God asks you this evening, Fjala e Perëndis të kërkon ty këtë natë, këtë mbrëmje. what does your mind enjoy thinking about? Ku gjen kënaqësi mendja jote? What does your heart enjoy loving? Ku gjen kënaqësi zemra jote? What does your soul enjoy to feast on? Çfarë shijon më shumë shpirti yt? What does your body enjoy to practice? Çfarë i pëlqen trupit tënd të praktikoj? God promises you tonight Perëndia të premton sot that if you do not walk in the counsel of the wicked, që nëse nuk ecën me këshillën e të pabezëve, if you do not stand in the way of sinners, nëse nuk ndalesh në rrugën e mëkatarëve, if you do not sit in the seat of scoffers, nuk ulesh bashkë me tallësit, but instead of all of that, por në vend të gjithë kësaj, if you will delight yourself in the law of the Lord, nëse do të gjesh kënaqësinë tënde në ligjin e Zotit, you may not be popular with the wicked. mund mos jesh shumë mik apo i famshëm me të pabesët, You may not be liked by the sinners. ndoshta nuk do të të pëlqejnë mëkatarët, You may not be welcomed by the scoffers. nuk do të mirëpresin ose duan tallësit, But you will por me siguri be like a tree planted by streams of water. do të jesh si një pemë e mbjell gjatë brigjeve të ujit. You will yield your fruit in season. Do të japësh frytin tënd në stinën e Your vet. leaf will not wither. Gjethet e tua nuk do fishken. In all that you do, Në gjithçka që ti you will bën, prosper. do të kesh mbarësi. That sounds a lot better to me than the first list. Mua më duket që kjo është më e mirë se ajo e para. Amen? We all know that life is challenging for everyone. Të gjithë e dim që jeta është e vështirë për çdo. In different seasons of life, Në stinë të ndryshme të jetës, the sun gets hot dielli nxehet and the wind gets cold. edhe era fryn furishëm. The rain falls Shiu bie and the wind blows. edhe era fryn. We all know what it feels like Ne të gjithë e dim se to si be ndihesh tossed by the wind and the waves. të përplasesh nga era, But by the grace of God por me hirin e Perëndis. and by being planted in the Word of God, by being planted in Dhe the Word duke of qenë i God, mbjellë në fjalën e Perëndis. you do not have to spend your life being tossed around by Nuk the du- wind and the waves. Nuk është nevoja që ta kalosh jetën duke përplasur nga era sa ndej këndej. The blessed life is difficult, but it is not complicated. Jeta e bekuar është e vështirë, por nuk është e komplikuar. God says, be planted like a tree. Perëndia thot, "Ji mbjell si një pemë, Be planted in the Word of God. ji mbjell si një pemë gjatë brigjeve të ujit në fjalën e Tij. Be planted in the presence of God. Ji mbjell në praninë e Perëndis. Be planted in the house of God. Ji mbjell në shtëpinë e Be Perëndis. planted in the words of God. Ji mbjell hidhrëj në fjalën e Perëndis. And if you will be like a tree. Dhe nëse do ta bësh, do të jesh si një pemë. He promises you will be like a tree that always has what it needs. Ai të premton që do të jesh si një pemë që do kesh gjithmonë çfarë të duhet. You will be like a tree that bears its fruit and does not wither. Do të jesh si ajo pema që jep frutin në sinë e vet dhe nuk fishket kurrë. You will be like a tree that prospers in all that it does. Si një pemë që do të kesh mbarësi në çdo gjë që bën. In different seasons, prosperity looks like different things. Në stinë të ndryshme, mbarësia duket si gjëra të ndryshme. But if we continue to look at the tree, we will learn the proper perspective. Por nëse vazhdojmë të shikojmë, të qëndrojmë tek fjala e Perëndis, do mësojmë perspektivën e dur. A healthy tree
Një pemë e shëndetshme, a living tree, një pemë e gjallë, only grows in one direction. rritet vetëm në një drejtim. In the summer when it is obvious, Në verë, kur është shumë e dukshme, and in the winter when it is not obvious. edhe në dimër, kur nuk është shumë e dukshme. The living tree Një pemë e gjallë is always growing up. është gjithmonë duke u rritur lart. And this is the promise of God. Dhe ky është premtimi i Perëndis. Be planted in him. Hidh rrënjë në të. Be planted by the living waters. Hidhi rrënjët pranë ujrave të gjalla. And he will provide all that you need. Dhe ai do të sigurojë çdo gjë që të duhet. The law of the Lord is not simply words on a page or rules to follow. Ligji i Perëndis nuk janë vetëm fjalë të shkruara në disa faqe të një libri apo rregulla për tu ndjekur. The law of the Lord, Ligji i Zotit, the word of God that Psalm 1 is talking about, fjala e Perëndis për cilën po flet Psalmi 1, is a person. është një njeri, It is the person Jesus Christ. është Jezus Krishti. He is the way. Sepse ai He është is the rruga, truth. ai është e He vërteta, is the life. ai është jeta. And the Bible is not telling you, Edhe Bibla nuk po të thotë ty, just read your Bible more and everything will be good. lexo më shumë Biblën edhe çdo gjë do përmirësohet. Oh, the news is so much better than that. Pardon me? The news is so much better than that. Lajmet, lajmi është akoma dhe më i mirë se kaq, nuk është kaq i thjeshtë. I'm sorry, Më thank fani. you. I'm so sorry. No, I'm sorry. It's better than read your Bible more and life will be good for you. Pra, ka më shumë se sa thjesht lexo Biblën dhe The jeta jote do living- përmirësohet. The living God invites you. Perëndia i gjallë të fton ty. Plant yourself in me, Hidhi rrënjët tek unë, mbillu në mua, and I will provide all the life that you need. dhe unë do të siguroj për ty gjithë jetën që të duhet. Listen to the voice of the Lord. Dëgjo zërin e Perëndis. Follow his instruction, Ndiqi udhëzimet e tij. and he will provide all that you need. Dhe ai do të siguroj për çdo gjë që të duhet. And just one last little piece. Edhe një gjë e vogël e fundit. Trees don't really have brains. Pemët nuk kanë tru. A tree doesn't really know what it needs. Pema nuk e di çfarë i duhet. And in the same way, Edhe në të njëjtën mënyrë, you don't really know what you need either. po. As ti nuk e di tamam se qa do. Tani ne kemi tru, po besoj po flet për nivelin frymëror. You're talking for the spiritual insight and perspective. Well, in many ways, we don't know what we need. We think Jo mos e ish dorë ky tani. we don't know what we need. We think that Do më in thënë order, ne nuk e dim se qa na duhet we shpesh. think that in order to be blessed, we have to have this. Sepse po i kthehet hyrjes që bëri. We Ne think- mendojmë që për të qenë të bekuar na duhet kjo. We think that being prosperous looks like that. Ne mendojmë që ti je i bekuar duket kështu, apo ashtu. We think that bearing fruit must look like this. Ne mendojmë që të japësh frut duhet të duket kështu. We think that if my leaf doesn't wither, it looks like this over here. Ne mendojmë që të mos fishket ka këtë duket nga jashtë në këtë formë ose God does not promise to meet all of your expectations. por Perëndia nuk po premton që të plotësoj të gjitha pritshmëritë tona. He promises to meet all of your needs. Ai premton të plotësoj të gjitha nevojat tona. Every need you have Çdo nevojë që ti ke, to do and be all that he has made you to do and be. që të bësh dhe të jesh personi për cilin ai të ka krijuar të jesh. It's like we said to my friends at the beginning. Është siç tham në fillim, God is able. Perëndia mundet, siç u tham dy miqve. I want to take a few minutes to listen to the voice of the Lord together. Dua që të marrim pak minuta të dëgjojmë zërin e Perëndis bashk. We love to do this at my church back home in Indiana. Kemi shumë qejf ta bëjmë këtë gjë tek kisha jonë në Indiana. In Psalm 1 and in many places, the Bible teaches us that we are blessed not just by hearing the word, but by doing the word. Tek Psalmi 1, po edhe në shumë vende të tjera në shkrim, ne jemi mësuar që jo vetëm ta dëgjojmë fjalën, por ne bekohemi shumë kur
praktikojmë atë. I prayed at the beginning of my preaching, Unë u luta në fillim të mesazhit tim, God, we're ready to be encouraged Zot, ne jemi gati të inkurajojemi. and we're ready to be corrected. Jemi gati të korrigjohemi In the Holy Spirit, në frymën e shenjtë. oftentimes encouragement and correction are very close together. Ndonjëherë korrigjimi dhe inkurajimi nga fryma e shenjtë ngjajnë shumë me njëra tjetrën. We have talked about how the Bible instructs us certain things not to do Ne folëm se si Bibla na udhëzon çfarë të bëjmë and certain things that we should do. dhe çfarë të mos bëjmë. That is wonderful to hear in generalities. Kjo është fantastike ta dëgjojmë në përgjithësi si parim. And I hope that it was a good message from me from stage tonight. Edhe shpresoj që ishte një mesazh i mirë nga unë për ju sot. But what is more meaningful and more powerful Por ajo që ka më shumë fuqi dhe kuptim is for you to receive instruction from God tonight. është që ju të merrni një Na- fjalë, një udhëzim nga Perëndia sot. Not just about big ideas, Jo thjesht për ide të mëdha abstrakte, but specifically, how can you respond to God's leadership tonight? por specifikisht se si ti duhet të reagosh ndaj drejtimit të Perëndisë sot. So we just call this time at the end of our church services listening to the Lord. Edhe ne në kishë quajmë këtë periudhë, këtë moment të mesazhit të dëgjojmë zërin e Perëndisë. We've already spent too much time listening to a preacher. Keni kaluar shumë kohë duke dëgjuar predikusin. Let's make sure we listen to God tonight. Jo, po duhet të reagojmë që kjo, no, it's not a long time. So Por le të I'm kalojmë pak kohë tani të dëgjojmë zërin e I'm Perëndisë. going to lead us in a simple prayer that is just all of us asking God a simple question. Do t'ju drejtoj në një lutje shumë të thjeshtë, ku do t'i kërkoj gjithsesi për jush një pyetje, do t'i bëj Zotit një pyetje të thjeshtë. And then we're going to take about 60 seconds to just be silent altogether Edhe do rrim për rreth 60 sekonda në heshtje të gjithë bashkë. with the expectation that our Father is going to speak to us what Me we need. pritshmërinë që aty do të na flasne. Okay? So the D'accord. question that I'm going to lead us in Pyetja në cilën do t'u drejtoj follows the beginning of Psalm 1. ndjek fillimin e Psalmit 1. I assume that you want blessing in God. Duke supozuar që ju doni bekime në Perëndim. Po, So- If you don't want blessing from God, I don't know why you're at church. nëse s'doni bekime nga Perëndia, pastaj s'do kishte kuptim të vinim kish. So we're just going to simply ask our Father, Pra do t'i kërkojmë thjesht atit ton. Father, is there any wickedness? Ata ka ndonjë ligësi, Is there any sin? a ka ndonjë mëkat, Or is there any scoffing apo ka ndonjë tallje from which I need to turn away tonight? nga e cila duhet të ndroj rrugë, duhet i kthej shpinën sot. And so I want us to ask this question, ready to be made uncomfortable if necessary by God. Ndërsa bëjmë të pyetje, je gati, je zemërhapur për të mos u lënë rehat nga Perëndia. We can be ready to be uncomfortable because we're sure of his love for us. Ne mund të jemi gati të shqetësohemi nga Perëndia sepse jemi të sigurt për dashurinë e tij. If there's anything he's telling us that we need to turn away from, Nëse ka ndonjë gjë që ai po na tregon, nga e cila duhet të largohemi, it's only because it's bad for us anyways. është vetëm sepse është e keqe për ne gjithsesi. So let's trust in the love of God together. Kështu që le të besojmë në dashurinë e Perëndisë së bashku. So just pray this prayer with me in your heart. Bëni këtë lutje bashkë me mua në zemrën tuaj. Father, Atë, I want your blessing. unë dua bekimet e tua. I know that you know the right way. Edhe unë e di që ti e di kush është mënyra më e mirë për të bekuar. I confess that I do not know the right way. Unë rrëfej që nuk e di rrugën e dur. So I'm asking you now, Prandaj po të kërkoj ty tani. and I trust your love for me. Edhe i besoj dashurisë tënde për mua. Is there any wickedness? A ka ndonjë ligësi? Or is there any sin? A ka ndonjë mëkat? Or is there any scoffing A ka ndonjë From which- tallje apo përbuzje from which I need to turn away tonight? nga e cila duhet të largohem sot? Let's listen to the Lord together. Le të dëgjojmë zërin e Zotit bashkë.
All right, we're going to take just a couple more minutes Do vazhdojmë edhe pak minuta. and we're going to continue to respond to the Lord. I just feel led of the Lord to lead us in this right now. Unë ndjej që Zoti do të na drejtojë në këtë gjë tani, kështu që le të kalojmë edhe pak minuta. When God convicts us of something, Ku Perëndia na bind për diçka, it's not just to make us feel bad. ai nuk e bën këtë gjë për të na bërë It's të ndjehemi because He keq. wants to cleanse us and set us free. Është sepse ai do të na pastrojë dhe të çlirojë. He wants His life flowing in our lives. Ai do jetën e tij të derdhet me bollëk në jetën tona. Like someone says, a stream of living water. Ashtu siç thot Psalmi 1, një rreke e ujit të gjallë. And the Bible says that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Dhe Bibla thot, po t'i rrëfejnë fajet tona, And ai është besnik dhe I drejtë që të na I fal ato And to cleanse us from all unrighteousness. dhe të na pastrojë e na largojë prej tyre. I want us to just take 2 more minutes if you're comfortable. Dua të marr edhe 2 minuta. Turn to somebody you're sitting with tonight. Ktheju dikujt me cilin je ulur sot. Share with them if God put anything on your heart to turn away from tonight. Tregoj nëse Zoti të tregoj diçka që duhet të largohesh, nga It's a- cila duhet largohesh në jetën tënde. It's a joy to confess these things to one another. Ka një gëzim kur ja rrëfejmë këto gjëra njëri tjetrit. Because when we do, we receive power to walk away. Sepse aty marrim me vërtet fuqi për t'u And larguar. when nga- we walk away, Dhe kur largohemi, we walk in the life of Jesus Christ. atëre ecim në dashurinë e Jezu Krishtit. So the nice music they're playing will continue for just a couple more minutes before our next song. Kjo muzika në sfond do vazhdoj edhe pak për 2 minuta, edhe ndërkohë mund të ndani me personin që keni në krah nëse ishte diçka specifike për të cilën Zoti ju foli. Just share with the person you're sitting with anything that God put on your heart tonight. Ndani me personin që jeni ulur, që keni afër, çdo gjë që Zoti mund ju ketë vënë në zemrën tuaj. If this is new for you guys, that's okay. Edhe nëse është për të parë, nuk ka problem. Just one of you be bold, open your mouth first and start Njëri nga sharing. ju të tregohet I guximshëm edhe të ndaj me Go ahead. guxim Go me ahead. personin që është ulur. That's probably something new that people aren't used to, but I hope it's okay. Yeah, for sure, for sure. Yes, yeah. Oh, you're joking. I'll ask him. Yeah, of course. All right, let's stand together. Should I pray before our song? Is that okay? Yeah, okay. Let's stand together as we do our final song. Mirë, le të çohemi teksa adhurojmë sërish bashk. Është Au- këngë e fundit? Kemi edhe 2 këngë të fundit? Yes. They're saying it's perfect. Okay. Okay. So, Lord Jesus, we thank you that you are the giver of life. Zot Jezus, ne të falenderojmë që ti e dhënësi i jetës. We thank you that you instruct us. Të falenderojmë që ti na udhëzon. We thank you that you both encourage and correct us. Të falenderojmë që ti na inkurajon dhe korrigjon. Lord, we confess before you tonight. Zot, ne rrëfejmë përpara teje sot. We get distracted, Ne shpërqendrohemi. and we thank you that you are faithful Edhe mendojmë që ti nuk je besnik, to always bring us back to your way. por ti je besnik na kthesh gjithmonë në rrugët e tua. Lord, I pray for my brothers and sisters tonight.
Zot, lutem për motrat e vëllezërit e mi sot, that you would give them power in the Holy Spirit që do t'ju japësh fuqi në frymën e shenjtë, to turn away from any counsel of the wicked, të largohen nga çdo këshillë të to pabesme, move on from standing in the way of any të sin, largohen nga rruga e çdo mëkati, and to go away from any seat with the scoffers. e të distancohen nga tallësit. God, I pray that every single one of them would be like a tree planted by streams of Zot, water. unë lutem që gjithsecili prej tyre do jetë si një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit. I pray that they would bear their fruit in season. Unë lutem që do t'japin frytin e tyre në stinën e I vet. pray that their leaf would not wither. Lutem që gjethet e tyre nuk do të fishken. And I pray that in all that they do, they would prosper. Edhe lutem që në çdo gjë që do të bëjnë do të kenë mbarësi. In Jesus' name, Në emrin e Jezus. amen. Amen.